Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan deklaratën trilaterale për aleancë ushtarake. Në nënshkrimi i këtij memorandumi u bë në Shqipëri, ku ministri shqiptar i mbrojtjes Piro Vengu me nderime të larta ushtarake ka pritur homologët e tij nga Kosova, Ejub Maqedonci dhe atë nga Kroacia, Ivan Anušić. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, përmes një statusi në rrjetin social Facebook ka uruar për arritjen e kësaj aleance. Ai ka shkruar si vijon, urime të gjithëve. Hapja është zakonisht i rëndësishëm për sigurinë dhe paqen në rajon, përmes mbrojtjes, bashkëpunimit dhe bashkërindimit të vendeve tona paqëdashëse, me deklaratën trepalshe për aleancë ushtarake të nënshkruar sot në Tiranë, ndërmjet ministrit tonë të mbrojtjes Ejub Maqedonci, ministrit të mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë Piro Vengu dhe ministrit të mbrojtjes së Republikës së Kroacisë Ivan Anušić. Ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci ka thënë se synimi i bashkëpunimit nuk është kërcënim për askënd, por mesazh për ata që synojnë të kërcënojnë rajonin. Ky memorandum i nënshkruar ka për qëllim promovimin e bashkëpunimit në ngritjen e kapaciteteve të mbrojtjes dhe industrisë së mbrojtjes, rritjen e ndërveprueshmërisë përmes edukimit, trajnimit dhe ushtrimeve, kundërveprimin ndaj kërcënimeve hibride dhe forcimin e qëndrueshmërisë strategjike, ofrimin e mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik dhe atë të mbrojtjes rajonale. Ju ftoj ta ndjekim një deklaratë të ministrit të mbrojtjes Ejub Maqedonci. Tri vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. Përveç kësaj, normalisht që rëndësia e këtij bashkëpunimi shtrihet edhe në rrafshe të tjera që u theksuan më herët nga të dy ministrat, veçanërisht në aspektin e industrisë së mbrojtjes, shkëmbimit të personelit në aspektin e trajnimit dhe edukimit.